Mirë që jemi deficit tregtar, por problemi është që edhe që thonë që është mbajtur inflacioni në kontroll për shkak se euron e na ka sjellë çmime më të ulta në treg, por ne kemi parë që nga inflacioni që dikur ishte 8.3 nga lufta Rusi-Ukrainë, do mos gaboj 8.3. Deri në këtë moment për çmimet e produkteve të shportës nuk ka lëvizur fare, as nuk ka ulur as 10 lekë. Dhe ne themi që kemi inflacion. Ne kemi pasur vetëm rritje, rënjes kemi pasur, ose po themi normalizim, se praktikisht është dhe psikologjia e çmimit. Pra, ai tregtari thotë konsumatori është mësuar me këtë çmim, është përshtatur dhe mund ta përballojë. Dhe çfarë? Kemi një përfitues tjetër, pra të gjithë ato që tregtojnë janë importuesit. Dhe themi që janë importuesit. Pra, qeveria dhe importuesit kanë arritur të qeveria të minimizojë pra koston e borxhit, ndërkohë që importuesit të rrisin marjët e tyre të fitimit, pastaj në familjet shqiptare që mbahen me remitanca dhe janë pikërisht ato familje që janë vulnerabël, ne kemi diskutuar, pra janë pensionistët, por jo vetëm, dhe eksportuesit, siç thamë, pra janë në vështirësi për shkak të gjendjes që ka